Mbrëma të gjithëve. Sot dua të flas për një pasojë direkte të korrupsionit, e cila na prek të gjithëve ne në përditshmërinë tonë, që është koha. Dua të flas për kohën sepse korrupsioni nuk na vjedh vetëm para tona, por vjedh dhe kohë nga jeta jonë. Na vjedh orat që presim në radhë, muajt që rrim në pritje për një dokument, vjedh nga energjitë tona që rrim në pritje. Në Shqipëri njerëzit nuk janë të lodhur vetëm nga mbi ngarkesa në punë, janë të lodhur edhe nga pritja. Presim në radhë në për spitale, presim në radhë në për abone, presim në radhë në për institucione, presim për drejtësi, presim për nesër, për javën tjetër, për muajin tjetër. E gjithë kjo pritje nuk është një rastësi. Është pasojë direkte e një pushteti i cili legjitimon korrupsionin, por nga ana tjetër nuk vlerëson kohën tonë dhe për pasojë nuk vlerëson jetën tonë. Kur korrupsioni bëhet sistem, pritja bëhet normë. Kur ju thonë gjeni një mik ose pa lek nuk ecën, nuk po ju marrin vetëm paratë tuaja, por po ju marrin dhe kohë nga jeta juaj. Kohë e cila tashmë, kjo gjë e cila tashmë zgjat prej shumë vitesh. Dhe prej shumë prej nesh, këto muaj të cilat kemi qenë në pritje, tashmë janë kthyer në vite në pritje, në vite të humbura. Prandaj sot nuk jemi këtu vetëm për të protestuar, por jemi edhe për të kërkuar përgjegjësi politike. Sepse kur pushteti vjedh kohën e qytetarëve, duke i lënë për vite të tëra në pritje me radhë, ai pushtet nuk ka më të drejtë të qeverisë. Koha jon vlen, jeta jon vlen dhe nuk duhet t'u falim më. Faleminderit.